Zëvendësministria Belinda Balluku është pezulluar sot nga detyra publike dhe është ndaluar të dalë jashtë shtetit me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimi erdhi pas kërkesës së SPAK, i cili e ka marrë pandehur që nga 31 tetori për shkelje të barazisë në tendera në projektin e tunelit të Llogaras dhe së fundmi për ndërtimin e Unazës së Madhe Loti 4, që për vendimin të gjykatës Balluku po zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama në godinën e qeverisë, një takim që ka nisur rreth 4 orë më parë. Kryeministri nuk ka reaguar publikisht për situatën dhe nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me masën e sigurisë ndaj zëvendës kryeministres. Ndërkohë, në rrjetet sociale Rama ka publikuar 2 postime të përkatësisë me ngjarjen. I pari tregon nxënës të shkollave të ndryshme që përgatiten për ditën e alfabetit dhe festat e nëntorit përmes programit Ardhezeja, ndërsa i dyti paraqet hapjen e një parkingu të ri në Durrës me energji të vetprodhuar nga dielli, i cili do të shërbejë edhe si hapësirë për zyrat dhe aktivitetet social-kulturore. Deputeti Ulsi Manja ka mbërritur në kryeministri rreth orës 15:40 duke u bërë pjesë e takimit ndërmjet Ballukut dhe Ramës. Ky takim erdhi menjëherë pas vendimit të GJKK-s për pezullimin dhe ndalimin e daljes së Belinda Ballukut jashtë shtetit, ndërsa kryeministri ka përsëritur qëndrimin e tij se nuk ndërhyn në punët e drejtësisë.